Islami s'ka mundësi të mposhtët. Ajo që lajmëroj Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau kariha al mushrikun. Thot Allahu Azza wa Jall, është Allahu Azza wa Jall që dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim dhe me fe të vërtet. E vërteta nga dhënjen çdo herë vëllezër të ndershëm. Edhe pse do pësohet periudhë pas periudhe, si që ka thonë Ibn Qayyim se Islami nga dhënjen çdo kohë dhe çdo vend. Mirë Allahu Azza wa Jall, ka rasje që Allahu Azza wa Jall e likështon me një vend fen për t'i sprovu njerëzit se cili është besnik nga ato dhe cili është gënjeshtar. Pra do dhe të ndërshëm, Islami është nga dhënjes, nga se e vërteta nuk ekziston askund pos tek feja Allahut Azza wa Jall që Allahu e përzgjodhi për mbar njerëzimin. Pra thot Allahu Azza wa Jall liyudhhirahu ala ad-dini kullih. Islami nuk ka ardhen vetëm për një rast dhe vetëm për një moment. Po Islami ka ardhë që nuk kufizon. Islamin s'ka pika geografike që kufizon Islamin dhe që e ndalë. Pra dhe pejgamberi Allahu në veçanti para lajmëroi se në akhiri zaman Islami është nga dhënjes dhe realizohet premtimi Allahut Azza wa Jall. Se Islami vëllezër të ndershëm nuk boshet asnjëherë. E para që është e vetma fe që Allahu Azza wa Jall e ka përzgjedh për mbar njerëzimin. Të gjithë pejgambert e Allahut kanë ardhur me Islam. Të gjithë pejgambert e Allahut kanë thirrë në Islam. Të gjithë pejgambert e Allahut kanë vdekë me Islam. Pra e vetma fe që pranohet tek Allahu Azza wa Jall është Islami. Pa krijuesi tokës dhe qiellit e ka përzgjedh Islamin. Dhe treguam në jutben e kaluar, ku Allahu Azza wa Jall e përmend begatin më madhështore që ja ka dhuru njerëzimit, thuaj se Allahu Azza wa Jall nuk ka përmend Kur'an i Kerim. Allahu Azza wa Jall nuk është lavdërun Kur'an i Kerim me diçka që ja ka sjell njerëzimit për ndonjë begati tjetër pos Islamin. Pra ton të këta dhe ki është Islami i plotësuar, i përmbyllur që nuk ka mangësi në ta. Islami është që nuk ka mundësi që të shtohet diçka në ta, dhe i vetëmi Islami që e gëzon Allahun Azza wa Jall dhe s'ka sistem sipërfaqen e tokës që mund të arrin gëzimin dhe pëlqimin Allahut Azza wa Jall për Islamit.